Bedri Hamza ka njoftuar se do të garojë për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës në konventin e partisë me 17 nëntor. Ai e shpalli kandidaturën një ditë pasi kryetari deri tanishëm Memli Krasniqi dha ndërheqjen dhe tha se do të mbështeste Hamzën nëse ky i fundit do të garonte për ta pasuar. Sot me përgjegjësi dhe besim në të ardhmen e partisë son, e shpalli kandidaturën time për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës, shkroi Hamza në Facebook. Hamza, i cili garoi për kryeministër të vendit nga kjo parti në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, duke dalë tha se beson te Partia Demokratike e Kosovës dhe ka forcën për të unifikuar, reformuar dhe rikthyer si partia kryesore në vend. Tani është koha për një Parti Demokratike të Kosovës të bashkuar që lufton për drejtësi, zhvillim dhe një Kosovë evropiane. Partia Demokratike e Kosovës është familja jonë dhe së bashku do të hapim kapitullin e ri të fitorëve, shtoi ai. Hamza në të kaluarën ka qenë ministri i financave të ekonomisë, deputet në legjislaturat paraprake të Kuvendit të Kosovës, si dhe guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës. Nuk është e qartë nëse 62 vjeçari do të ketë ndonjë kundërshtar në garën për ta marrë drejtimin e partisë së dytë më të madhe në vend. Ai është zyrtari i parë i partisë që e ka shpallur kandidaturën. Krasniqi njoftoi të mërkurën ndërheqjen si kryetari i partisë, duke thënë se ka ardhur koha për një mundësi të re për familjen tonë demokratike. Ndërheqja e tij vjen 5 muaj pasi ai ishte zgjedhur në krye të partisë për një mandat të dytë në qershor. Partia Demokratike e Kosovës, përveç që doli e dyta në zgjedhjet parlamentare në shkurt, ajo i fitoi 6 komuna në zgjedhjet lokale të këtij viti, duke pëstruar një rënje të vogël në nivel lokal në krahasim me zgjedhjet paraprake.